Këtu kemi profesorin e nderuar Ramadan nga qyteti i Firit të Shqipërisë. Edhe një intervistë shkurtër t'ja bëjnë këtij vllau këtu se si thash më herët me shqiptarët e Shqipërisë ka të shkoj, unë e kënaqshta. Se pecik edhe një herë, këtu mashit ishin burra, po dhe gratë ishin burrnesha. Jo si te nën Kosovë. Te nën Kosovë ma shumë ka mashit se burra. E me gra nuk folim fort. I nderuar profesor, si jeni? Faleminderit. Si po kaloni? Faleminderit. Keni ardhur këtu një ligje? Po, kemi ardhur në ligje. Çfarë moshe je? 75 rrumbullaj. Gzdos. Faleminderit. Sholla të lumtura. Te ke përjetuar dhe kohën e kalume. Po patjetër. Si ka qenë kohën e kalume? A ka qenë sikur disa që sot gjeni e gjona të ndryshme, apo ka pas edhe të mira? A Po veçia? ka pas të mira, ka pas shtet, ka pas rregull, ka pas ligje. E shka ka qenë e mira për shembull? Shoqëria në kuptimin shpirtëror moral të njeriut ishte e kompletuar, kurse në mirëqenie në kapital nuk ishte. Ishte dorë. Sistemi ishte mirëqenie të dorë. Shkollimin e keni pas? Shkollimin e kemi bërë në Berat. A ka qenë i detyrueshëm a ju? Po, shkollimi i detyrueshëm, po. Sistemi 8 vjeçar ka funksionuar nga Sigurinë shtëpia keni pas kështu? Sigurinë shtëpia kanë hi hajna më vjedha dikush. Jo. E punësim? Punësim. A ka qenë ajo pa punë? Sistemi kooperativist nuk ka funksionuar në ato, kurse unë që kam punuar në arsim, tjetër gjë. E për the, çysh ka qenë atëherë? Për feja nuk funksiononte, filloi të humbas të ndalojë besimi. E pse u ndalu feja? Po kjo ishte politika e asaj kohe me pretendimin sepse do ta shpjegoj para pak, me qenë se gjatë luftës dytë botërore dhe pas çlirimit në disa vise institucione fetare katolike apo ortodokse fillon të fsheshin armë me qëllim për të bërë kundër revolucionit në Shqipëri. Kjo pastaj u bë si shkas që të hiqej me kushtetut me ligj feja në Shqipëri. Po tash unë e shoh popullin shqiptar këtu, nuk keni urrëtie për fe. 67 kam marrë punë. Ju kishit vllaznim të mirë mes veti. Mirë kuptim të mirë kishit. Mirë kuptim, vllazëri dhe shoqëri apo ti themi bashkësi njerëzore ishte jashtëzakonisht në nivel të lartë. Profesor Ramadani, faleminderit. Shumë faleminderit, shoku im, miku im. E bëj edhe një foto.